Nështë ta fola shumë, po më vjen keq. Kere, kush qysh po hyn në zgjedhje? Po mendoj se do të thotë këto zgjedhje vinë si zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme ose si doni ta quash, s'është me rëndësi. Do të thotë në harkull kohor prej një viti, me shkurtin e kaluar ne kemi pas zgjedhje si rezultati të cilave e kishim një gjendje kur asnjëra prej këtyre partive nuk ishte në gjendje të formante një shumicë parlamentare dhe rrjedhimisht edhe institucionet qeveritare. Dhe gjatë këtij viti ne këtu dhe gjithmonë edhe për parti politike kemi diskutuar vetëm një çështje. Vetëm një temë ka qenë. Kush është fajtor për blokadën e shtetit? Që kjo ka qenë tema që na e kemi diskutuar çdo natë. E kanë diskutuar çdo medium, çdo portal, çdo parti, gjithçka. Dhe unë mendoj se në këto zgjedhje na kemi shku për shkak të kësaj situate dhe si rezultat debati kryesor në këto zgjedhje do të jetë fatkeqësisht, do të thotë, një debat, një temë negative, një temë depresive, një temë boshe në raport me ato që ka presin qytetarët, pra me përcaktu se kush është fajtori ose shkaktari për blokadën një vjeçare të shtetit. Duke i përmendit do të thotë ato dy shkollat, unë mendoj se këta do të përpiqen, LDK-ja edhe Partia Demokratike e Kosovës me nxit një agjend tjetër të debatit elektoral, pra kanë filluar me do aderime, me do prurje që po quhen me disa koalicione, pra do të përpiqen me nxit një debat tjetër. Por aja që ka pashune tek fjalimi i zotit Kurti, poenta themelore fjalimi i tij ishte se këta e kanë bllokuar shtetin dhe na jemi në zgjedhje për me fitu krejt zgjedhjet. E pashë të Enveri. Enveri nisi me nisi me përmendsi kush e ka bllokuar. Pra fatkeqësisht tema do të jetë një temë negative. Kush është fajtor për blokadën një vjeçare të shtetit? Kush arrin me bind shumicën se fajtor është kundërshtari i tij, ai ka me fitu zgjedhjet. As do të ketë këtë debat për ekonominë, edhe pse do të përpiqet. Profili i Bedri Hamzës do të përpiqet sepse është fahu i tij, do të përpiqet me fut në debatin elektoral ndonjë ide për ndonjë zgjidhje ekonomike kështu me radhë. Por tragjedia e këtij vendi është se edhe çështjet ekonomike këtu janë reduktuar në çështje të vënies së lemoshave dhe të rrugave. Domethënë kush premton me dhënë lemosh, kush premton me rrit ndonjë rrugë, ekonomia është reduktuar në këtë nivel, kaq banal, kushtimisht banal edhe themelor. Pra, do të jetë shumë vështirë që në këtë situatë me vendos një agjendë që e përmendni duke të diskutimit racional për problemet e këtij vendi. Nuk do të ketë. Do të ketë përplasje se cili më jalon tjetrit fajin për atë që ka heq ky vend që një vit. Dhe kush është më i zhurshmi, më i zëshmi, kush do të arrit TikTok-un ta përdor më mirë në këtë betejë për mendimin tim të neveritshme. Ai ka gjasa që të dalë më mirë në këtë zgjedhje. 2-3%. Kështu që këto do të jenë për mendimin tim zgjedhjet më të mërzitshme në kuptimin e ofrimit të ideve të programit, do të jenë shumë të mërzitshme. Zot pak sepse nuk do të ketë kur fare debati. Nuk do të ketë. Realisht është tramedita sa këtu. Do të ketë. Ajo është zyrtare, se fshata e kanë një ditë që dal. Na një vit kemi pas që të replik. Jo ti je fajtor, jo ti si je fajtor. Të njëjtë kemi me pas zgjedhje, s'ka asnjë ndryshim hiç. Tash problemi është se a ka pas ndonjë lëvizje gjatë këtij debati një vjeçar për hedhjen e fajit të njëri tjetrit, a ka pas lëvizje elektorale tek partitë. Unë pajtohem me dugin që nuk ka ndonjë lëvizje substanciale. Shumë pak. Substanciale. Eventualisht mundet me vendosja me pas një ramje, për arsye se tek e fundit një pjesë e konsiderueshme e njerëzve mundet me bë fajtor për shkak se ka qenë partia që ka fituar zgjedhjet. Ka qenë me numrin më të madh, edhe ka qenë përgjegjësia e saj me zhblloku gjendjen edhe me informu institucionet. E ka pas përgjegjësinë. Po tash do kësa është masa aty në njerëzve që operojnë
në këtë katrahur politike me nocionin e përgjithësisë. Shqipe o të hadrejtë. Po, fjallë Shqipe është, po të shqiptarët ma shumë e pëlqejnë fjallën faj se përgjithësi. Po. Kështu që ta shumë, kjo ishte sa për fillim, Po përgjithësin... arjet e pastaj vazhdojmë, se i liri në mbet. Po sigurisht, të lufta kryesore tash këmë bo, kush kujna me alon fajnë, edhe na që po vrejmë, sidomos të partijave të vendosje është që kjo tendencë në diskursin e tyne, në këtë fushatën e tyre që kanë fillu, dhe të është këtë qëllimi që me i fajsu të tjerët që na këta e lanë shtetin pa institucione, këta e blokun bugjetin, këta në solën deri këtu. Mirë po është përgjithësi edhe e partive të tjera që do të thotë me luftu këtë rand madhe që po lufton vetë vendosja me kriju, se ti kur je parti e partë me 28 deputet, përgjithësia është e jotja. Na dim këtu kemi raste mas luftës me 30 deputet, me 32 deputet kanë kriju qeveri, kanë ndërtu koalicione, ti me 28 deputet. Na e po më rastin për kandidatin e dytë të vetëvendosjes, Glauko Njusën, do thotë, pa pikë marrë këta dilshin, thëshin, do thotë, jo, na i kemi votat të kështu edhe nuk dujna me negociu, me kërkën me bo qeverin, veç voton ajo. Ku ke po mëretin botë kështu, ku ka dikon, me ndo pushtet ti edhe me thonë, hajde voto mu në stjapi ty kur gjo. Pushteti në sistemin që fare e ka Kosova do të mundohë barabarsisht, nuk mund është mu. Aja kanë ndodhë me 14 shkurt në 2021 që i kanë marrë 50%, aja më nuk përseritet më korë. Edhe kështu që beteja, njëra dër betejat e partive të tjera duhet jetë edhe kjo me aqit për ledine që thojnë Ranat, Albin Kurtit edhe vetëvendosjes që po mënohen me kriju një gogol që na metëm 9 muj asobanën, metëm shkaku i partive të tjera. Që shmun është ti me ndërtu institucione, ku në ki shumicën, si kimo 50%, edhe me ndërtu institucione, të i thonë tjerve, unë ta imponoj që është duk, nuk ndodhë, kjo kërkon botë. Kështu që mbetet përgjithësi e partive tjera që do thotë me kalibru, me dizajnu fushatën e tyre që kjo ranë e Albin Kurtit edhe vetëvendosjes mos me ushit në opinion, sepse na po e shohim që këta që tu e kanë qëllimin kryesor, do thotë veç ku me gjetë një fajtor, këta nuk ofrojnë alternativa. Na për shembull thotë do mbajt një mbledhje në kuvendin komunal të Prishtines, edhe pomni ish asamblejës të vetëvendosjes Lahu, më duket Bujar Lahu, i cili deklaroi, do të thotë që diçka shumë të rënditse, se vetëvendosje na i dëgjojmë shpesh që vazhdimisht flasin, qysh na nuk bojmë pazare në dëm të qytetarit, na nuk bojmë kështu për pushtet, na e kemi interesin e qytetarit në radhë kohë. Edhe deklaroi diçka shumë të rënditse, do thotë që ja u thanë fytyrë ish kolegëve të vet që keni thonë hajde të bllokojmë çështjen e mbeturinave berllogut në Prishtinë, ta qesim keq për parim ramen, edhe na qështu e mujmë. Qështu, me video është duke sot që ka dalë. Sot pas dite është mbajtë seanca. Kështu që kjo është përfaq fytyrën e kësaj partije, domethënë kështu shumë qartë, azi që këta nuk lajnë fliqni pa përdor, veç me marë pushtet. Kështu që partit tjera duhet të jenë shumë të kujdesshme në propagandën karshi propagandës së vetëvendosjes, sepse këtyre që ka me diçka tjetër kanë me fokusu veç në qëtë aspekt. Tash që po vrejën arjet që e the, do të thotë qysh po duket ky fillim i fushatës. Mu më duket që vetëvendosja e ka një farë sikleti. Tash kemi një eskalim të skajshëm të gjuhës linquse. Mirë po, gjithçka që përdore tepër, mendoj unë, ajo edhe devalvohet dyqysh. Sot më nuk ka kur farensie nëse i thu diku ju të bashkë. Thu ju të bashkë, thu i vuqiqit. Do thotë këta vetë gjuhën e vetë është relativizu gjithçka. Edhe këta po mundohen me metodat e njëjta me rikthy çat gjuhë edhe ti, kështu që ju kisha rekomandu këtë eksponentëve politik, mos u totni më pejtyne se nuk kjo gjuhë nuk rrez më, le të thonë sa dojnë ti i vuqiqit, ti je kështu, ti je i korruptum, ti je kriminal, nuk rrezin ose
e kanë devalvu skajsmërisht që mod nuk e merr kërkush atë gjuhë seriozisht. Na e pom edhe përmes një karikimi që e bën ndo aktor, në komedian, do thotë çfarë reagimi pat në publik. Që çajo është, do thotë efekti i vërtet që mujnë me arrit këta përmes gjuhës që po e përdoren. Vetëm një farë komedie që po krijohet. Që kjo është ma se këta kanë me përdor metodat, na e pam do thotë dul një raport i një organizate hulumtuese të Ballkanit, diçka nuk e di ç'e pat emrin, po kene për media do thotë këta kanë me përdor, që këta kanë resurse të mëdha financiare, kanë shtetin në dorë, pe kish përdorin buxhetin qysh po dojnë, do thotë për shembull gjatë fushatës të kalume, do thotë veç prej një profilin TikTok, gjatë fushatës janë prodhu 18.000 video. 18.000 video një profil. Industri është. A di që do me thonë, çfarë sasi është me i prodhu 18.000 video gjatë një fushatës zgjedhore në TikTok. Çfarë fuqie financiare dush me pas mrap aty, të cilat shkojnë këtë në favor të vetëvendosjes. Kështu që në çdo aspekte partitë tjera do të me pas kujdes që këtash nuk ka me pas luftë për programe, ka me pas luftë veç kush e mbizotron që të diskursin fajtor, përgjec, që kjo. Viktor? Po tash, kush është destruktivi, kush është konstruktivi, u po pikërisht në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës, që sot e përmendi edhe Iliri që është mbajt në komunën e Prishtinës, ku vetëvendosje e voton unanimisht bartjen e mjeteve buxhetore prej të vitit 2024 për vitin 2025 për tyrat vetanoke, që asiguron komunës e Prishtinës gati 30 milion euro. Kanë do ndërmarrje të vetat. Gati 30 milion euro asiguron komunës e Prishtinës, edhe unë mendoj që është hap i mirë. Me pas vepru njëjt edhe partitë opozitare, ajo është opozitare, tash s'po di ç'është më shujt, njëjt në çështjen e buxhetit, ne sot do ta kishim buxhetin e miratum të vitit 2026. Janë thirrë në mungesa ligjore, domethënë në mosa, domethënë kanë thonë se është antiligjore kjo. Ata nuk janë institucionet apo përgjegjësit që e shpallin diçka ligjore ose antiligjore. Janë gjykatat për këtë punë, është gjykata kushtetuese. Dhe edhe për këtë votim që është bosot në komunën e Prishtinës, është thonë që është kundërligjore, mirë po këta kanë deklaruar, na po e bojna me njetin e mirë. Do të thonë ti për me çu proceset shtetënore përpara, kur rrezikon më të blloku komplet shteti, ti normal që duhet me pas njetin e mirë, mos me përdor mekanizma bllokues, po edhe nëse ka shkelje ligjore ose kushtetuese, ti voton edhe kërkon interpretim nga kushtetuta. Vetë kërkon atë interpretim, unë po e votoj për shkak se nuk du me marr çat donkën e bllokimit, po i votoj, mirë po kena për secilin pikë ku unë kam konteste, ose qoftë nëse është çështje ligjore që duhet më çunë gjykat, ose nëse është çështje kushtetuese, na kena më bë bashkë dhe kena më çu. Që kjo është kushti jon për mi votu këto iniciativa, që është edhe për marrëveshjen ndërkombëtare që kanë të bëjnë me planin e rritjes. E këto partitë opozitare nuk e kanë ndërmarrë asnjë nismë këtë rast. Domethënë, këta dalin që janë bllokuesit për mua. Po pse duhet partitë opozitare me ndërmarrë nismë? Po nismën e kanë ndërmarrë pushteti, realisht, po këta nuk kanë shkuar as në sallë të Kuvendit hiç. Edhe nëse s'ju bjen në mend që ajo, ta o desh me pas një alternativë. Në demokraci ti ki edhe përgjegjësi, përveç që e ki përgjegjësi. Kjo keq interpretim jo s'është keq interpretim, se këta shkuja votun, shkuja votun për parim Ramës, shkuja votun. Nuk është situata e njëjtë. Nuk është e njëjta. Për shkak se këtu kanë ndesh me çu deputet partisë vetëvendose, kanë ndesh me çu në buxhet. Ku herë me dojnë karriket ministrit, herë me dojnë karriket të deputetit. Kanë thonë, në qatë budget nuk e bjen Albin Kurti, po e bjen Besnik Beslimi, ose e bjen Avni Zogjani, që kanë cek edhe një